Një muaj pas shpalljes së epidemisë në Gostivar, Instituti i Shëndetit Publik i ka dërguar ndërmarrjes publike komunales një sër rekomandimesh për forcimin e sigurisë së sistemit të furnizimit me ujë. Ndër të tjera, ISHP kërkojnë të verifikohet nëse personeli që punon në pikat kritike të sistemit të furnizimit dhe shpërndarjes së ujit ka përgatitjen e duhur profesionale dhe njohuri të bazë për sigurinë e ujit. Instituti rekomandon gjithashtu që komunaleci të monitoroj vazhdimisht nivelin e klorit nga burimi deri tek konsumatorët e fundit, si dhe të vendos një sistem të automatizuar për matjen, monitorimin dhe regjistrimin e vazhdueshëm të parametrave që lidhen me procesin e dezinfektimit. Duhet të kryen matje sistematike të klorit të lirë rezidual në një numër më të madh pikash të rrjetit, në periudha të ndryshme të ditës dhe gjatë niveleve të ndryshme të konsumit të ujit. Rekomandohet gjithashtu vendosja një sistemi alarmi, aty ku është teknikisht e mundur, për rastet kur vlerat devijojnë nga parametrat e përcaktuar. Në rekomandimin përfshihet edhe rritja e kontrolleve në teren nga inspektorët komunal, veçanërisht gjatë periudhave me konsum të lartë të ujit, si dhe kontrolli i lidhjeve të paligjshme, rrjedhjeve dhe faktoreve të tjerë që mund të ndikojnë në furnizimin e qëndrueshëm me ujë. ISHP kërkon që organet kompetente të kryejnë mbikëqyrje të rregullt të gjithë sistemit të furnizimit me ujë, nga burimi deri tek konsumatorët, me theks të veçantë te zonat e mbrojtura. Kujtojmë se uji në Gostivar prej 17 korrikut ishte ndaluar pasi institucionet konstatuan se pompat kishin futur ujë të ndotur me fekale në ujësjellsin e qytetit. Mbi 5.000 qytetar u infektuan, ndërsa më 19 korrik u shpall epidemi. Më 14 gusht, autoritetet e shpallën ujin të sigurt për pije.